këngëtarja dhe ish banorja e Big Brother VIP Albania, Egli Tako, vazhdon të mbetet një nga emrat më të komentuar në rrjetet sociale, duke ruajtur një prani të vazhdueshme dhe aktive përballë ndjekësve të saj të shumë. Që prej përfundimit të eksperiencës së saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, Egli ka treguar se dita shfrytëzoi vëmendjen e publikut, duke ndarë pothuajse çdo ditë momente nga përditshmëria, angazhimet profesionale, por edhe nga jeta e saj personale. Postimet e saj shpeshherë shoqërohen me komente të shumta, pëlqime dhe reagime nga fansat, të cilët e ndjekin me interes çdo hap të saj. Egli shfaqet herë në ambiente pune, herë në dalje informale, duke reflektuar një stil të kuruar dhe një imazh gjithmonë në linjë me trendet e fundit. Kjo e ka bërë atë të mbetet vazhdimisht në qendër të vëmendjes së mediave roz dhe publikut. Së fundmi, këngëtarja ka publikuar një fotografi të re në rrjetet sociale, e cila ka ngjallur menjëherë interes dhe diskutime. Në imazhin e shpërndar, Egli shfaqet duke pozuar në ashensor, në një moment të thjeshtë, por mjaft tërheqës. E veshur me një outfit të ngushtë, ajo ka vënë në pa linjat e saj trupore, duke reflektuar vetbesim, elegancë dhe një prezencë të fortë femërore. Paraqitja e saj nuk ka kaluar pa u vënë re nga ndjekësit, të cilët kanë reaguar me komente pozitive dhe komplimente të shumta, duke vlerësuar jo vetëm fizikun e saj, por edhe mënyrën se si ajo di të pozicionohet përpara kamerës. Për shumë prej tyre, Egli përfaqëson një kombinim mes talentit artistik dhe imazhit publik që e bën atë një figurë mjaft të pëlqyer. Me postime të tilla, Egli Tako dëshmon se mbetet një personazh aktiv dhe i komentuar në skenën publike shqiptare. Ajo vazhdon të ndërtojë imazhin e saj jashtë formatit të Big Brother VIP Albania, duke treguar se di të ruajë vëmendjen dhe interesin e publikut, ndërsa fansat presin me kurreshtje projektet e saj të ardhshme, si në muzikë ashtu edhe në jetën publike. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.